Dashuria, domethënë, është diçka që Zoti jep dhuratë dhe lën mbas kësaj përgjegjës çiftin për të. Pra Zoti jep këtë dhuratë, po le të themi edhe ata të dy kanë obligim që ta mbajnë, që ta ruajnë, që ta ushqejnë, sepse dashuria nuk është diçka që ndodh një herë dhe ruhet ashtu. Dashuria është diçka që duhet mbajtur gjithmonë, që duhet ushqyer gjithmonë, duhet treguar kujdes për të vazhdimisht. Detajet, domethënë, e bëjnë dashurinë që të forcohet më shumë, të lidhet më shumë dhe po të shohësh jetën e pejgamberit alayhis salam, si më thënë, ka pas sa detaje shumë interesante që tregojnë, domethënë, mënyrën se si shprehet dashuria. Për shembull, le të themi, shihte nënën e besimtarëve ku e vendos ajo buzën në enë dhe e vendos edhe pejgamberi alayhis salam. Lozte, vraponte, bonte gara me të, si më thënë, diçka që nuk e pëlqen, nuk donte ta përdorte, siç është historia e surës Tahrim. Domethënë, e tregonte dashurinë nëpërmjet veprës, le të themi, jetës së suksesshme të shtratit. E tregonte atë me puthje. Për shembull, thotë nëna besimtare sa herë që dilte pejgamberi sa për në xhami na puthte. Domethënë, njëri që duhet jetë në rrugën e pejgamberit duhet jetë i tillë. Pra, ta mbash dashurinë, ta reflektosh dashurinë, ta vësh, le të themi, në vepra dashurinë në jetën bashkëtorë është shumë e rëndësishme. Po kështu edhe dhimbshuria, që do të thotë tolerimin ndaj gabimeve, sepse është normale që të ketë gabime. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk ka pse të mërzitet bashkëshorti i mirë besimtar nga bashkëshortja e tij, nëse sheh diçka që nuk shkon. Edhe bashkëshortja e mirë besimtar nga burri i saj besimtar, nëse sheh tek ai diçka që nuk shkon, pra duhet të jetë mëshira dhe dhimbshuria ajo që e kalon situatën. Për këtë arsye në ajetin kuranor Zoti kur e përmendi rolin e gruas apo rolin e burrit, tha si rroba juaj. Pra është diçka që ti nuk rrin dot pa të, nuk jeton dot pa të. Edhe kjo të bën të lidhur me të, që do të thotë në të mirë dhe në të keqe, kur shkojnë punët mirë, po edhe kur nuk shkojnë punët mirë. Domethënë, pse ne mund të jemi të mërzitur për diçka, nuk e heqim dot rrobën. Sepse me të ne domethënë mbrohemi dhe mbulojmë. Edhe kur kemi vap. Po. Kështu që edhe jeta bashkëtorë domethënë ka, edhe pse mund të ketë, le të themi, momente që ka gjëra që nuk shkojnë, duhet të jetë mëshira e cila e mbulon. Për këtë arsye thojshin, dashuria në jetën bashkëtorë si puna e shpirtit për trupin, dhe dhimbshuria ose mëshira në jetën bashkëtorë është si puna e sistemit imunitar për trupin e njeriu. Domethënë, sa më e madhe të jetë dhimbshuria, aq më shumë anashkalohen gjërat, aq më fort bëhet përballja me këto gjërat e vogla që duan të na shkatrojnë jetën bashkëtorë.